Shqipëria dhe Serbia do të përballen në datën 7 qershor, në ndeshjen e cila do të zhvillohet në Air Albania, një ndeshje që pritet me interes të lartë, duke ditur rivalitetin e madh mes Shqipërisë dhe Serbisë, por edhe për shkakun e momentit ku ndodhen kuqezinjt aktualisht. Është një situatë paradoksale, pavarësisht se jemi vetëm në ndeshjen e tretë të grupit ton, kjo ndeshje vlen si një finale për te rivalitetit historik mes dy ekipeve dhe dy vendeve. Kjo pasi, çdo rezultat tjetër, barazimi apo humbja, do të shuante shanset e Shqipërisë për të mbritur në botëror dhe për të kapur vendin e dytë. Pak më parë, ishte konferenca e trajnerit të Serbisë përpara gazetarëve, e cila u zhvillua në Tiranë, një ditë përpara ndeshjes, pasi siç dihet, është akomoduar edhe Serbia në një siguri të madhe në kryeqytetin tonë. Por ajo që ka shkaktuar shumë habi të madhe ishte fakti se trajneri i Serbisë ka folur edhe në gjuhën shqipe. Menjëherë pas mbylljes së konferencës për shtyp, trajneri i Serbisë, Stojković, ka folur edhe në gjuhën shqipe, duke mbyllur konferencën me fjalët: "Faleminderit shumë". Rezultat që ka me ndodh edhe një ndeshje fort I kao što je sjajno to rekao, da bi sutra dobili moramo budemo na najboljem nivou, da igramo najbolje što možemo i to je to. Të lartë për ndeshjen e nesërme. Faleminderit shumë. Një fjalë kjo, e cila sigurisht shkakton një habi të madhe përpara ndeshjes së nesërme, që do të kemi kundër Serbisë. Gjithashtu edhe në fjalën e tij, Stojković ka treguar një respekt të madh për Shqipërinë. Në fillim, ai e nisi me një urim, gëzuar Fiter Bajramin, të gjithë ata që e festojnë. Më pas ai vazhdoi: "Shqipëria është një ekip i mirë, duke e treguar në kualifikimin e Europianit. Është një skuadër e mirë dhe ka një trajner të shkëlqyer. Broja, Manaj, Aslani dhe Bajrami, duhet të jemi të kujdesshëm dhe të kemi përqendrimin maksimal. Nuk duhet të bëjmë gabime, pasi ata janë shumë të aftë për të na ndëshkuar. Është shumë e thjeshtë për të fituar kundër Shqipërisë. Ne na duhet një super ndeshje. Duhet të nxjerrim ndeshjen tonë më të mirë për të fituar kundër Shqipërisë. Nuk mund të fitojmë ndaj tyre duke luajtur dobët, nuk mund ta bëjmë dot këtë", tha trajneri i Serbisë, ndërsa gjithashtu edhe sulmuesi serb Mitrović gëzonte të njëjtin respekt për ekipin kombëtar të Shqipërisë, duke vlerësuar të gjithë futbollistët të cilët janë pjesë e kësaj kombëtare.